Agnes, mirëmëngjesi edhe për juve dhe për gjithë shikuesit e Koha Vizionit. Sot kemi ardhur në qendrën kryesore të mjekësisë familjare këtu në Prishtinë për të folur për gripin sezonal, meqense kohën e fundit se kemi pa që është jeti përhapur, po fatmirësisht kemi edhe vaksinat për cilat sigurisht që na tregojnë edhe profesionistët shëndetësor sa që marrim edhe intervista prej tyre, në mënyrë që ta mbrojmë vetëm pak prej gripit sezonale, që simptomat parafërsisht ma merr që janë të njëjta, por që dallojnë tek imuniteti i personave, tek mosha e gjitha këto. Do t'i bisedojmë si detaje bashkë me doktor Rushit Ismail që na pret çdo herë në ÇKMF. Mirëmëngjes doktor, faleminderit shumë për kohën. Mirëmëngjes juve, kënaqësi të jem në Koha Vizion. Edhe shumicën e gjërave vetëm i thërë janë se kur flitet për gripin janë simptomat të cilat janë pak më të vështira se sa njoftoje zakonshme, edhe për rëndësinë e vaksinës, kështu që ndërlidhen me njëra tjetrën, patjetër. Sigurisht. E di që puna juaj tash në këtë kohë është edhe më intensive dhe më e shtume, po të flasim pak për gripin sezonal, e kemi përshkruar disa herë se çka është, por duke nisë ndoshta prej simptomave që ta dimë ta bëjmë pak dallimin edhe nga mosha në moshë. Zakonisht simptomatologjia është pak a shumë e njëjtë me të gjitha viruset e tjerë. Për shembull ka kullitje, ka temperaturë, ka shkorje të hundëve, lodhje, plagështi, dhimbje të muskujve. Çdo virus mund të shkaktojë këtë gjë. Është edhe e vështirë që të dihet nëse është fjala për grip sezonal apo për virus zakonshëm, për shembull për rinovirus ose virus të hundëve. Mirë po, kur flitet për gripin, atëherë situata është pak më e komplikuar, edhe mund të jetë më serioze tek personat e cilët pastaj kanë probleme imunitet. Kështu që ajo çfarë duhet të bëjmë është që të marrim vaksinën. Është sezona nga 1 tetori deri në maj, kur personat janë të prekur nga ky virus edhe që më së miri është të mbrohen. Tregon pak sa i përket rasteve të si vjetme, nëse mund ta çojmë kështu, ka ndonjë diferencë prej viteve të kaluara sepse gripin sezonal e kemi për herë prezant. Gjithmonë ka qenë situatë pak a shumë e ngjashme. Mirë po, ndoshta me kalimin e viteve po zbutet kjo sepse njerëzit janë më të vëdësuar, jo vetëm në kuptimin e marrjes së vaksinës, po edhe në kuptim të mbrojtjes përgjithshme, për shembull lajnë duart, disa vazhdojnë të mbajnë maska, pastaj rrinë në shtëpi, marrin sasi të mjaftueshme të lëngjeve, nuk ekspozohen në ambiente të tjera për të kaluar virusin nga njëri tjetri, kështu që themi që në vite jemi më të edukuar në aspekt të shëndetit tonë, më të edukuar në mbrojtjen tonë ndaj sëmundjeve të përgjithshme, edhe ndaj virusëve, sepse shumë e rëndësishme që të qëndrojmë të shëndetshëm. Sa më të shëndetshëm që të jemi, aq më të mirë kemi imunitetin. Flas për ata të moshuar që të njëjtën kohë kanë edhe probleme shtypje, kanë probleme sheqer, kanë probleme frymarrje me astmë, me bronkit kronik. Nëse ata jetojnë shëndetshëm, gjasat që të smurën janë më të vogla. Kurse këta janë edhe prioritet për të marrë vaksinën, e fola tani një grup të njerëzve. Mirë po, çka të them për shikuesit e Koha Vizion, është një keqkuptim sa i përket marrjes së vaksinës. Kjo është sepse të moshorët janë prioritet, e thash, gratë shtatzëna janë prioritet, fëmijët e vegjël janë prioritet, sidomos njerëzit që kanë problem me ndonjë imunodeficiencë, me diçka të lindur në kuptimin e imunitetit, do të thonë nuk janë imun sa të tjerët. Mirë po, vaksina është për të gjithë, ky është keqkuptimi. Vaksina është për mua, sidomos për punëtor shëndetësor patjetër se ne ekspozohemi në virus, po vaksina është edhe për gazetarët. Pra është bë, si me thonë, ajo ndasia që veç për grup moshat më të shtyme, por realisht kjo i përket për gjithë. Jo, vaksina është për të gjithë, edhe për qytetarët e zakonshëm, edhe për punëtorët e zakonshëm. Tani, prioriteti ekziston kur nuk ka vaksina. Ta zëmë ne nuk kemi vaksinat e mjaftueshme për të gjithë, atëherë ju japim vetëm atyre që janë me një prioritet të lartë. Mirë po, ajo që dua ta përcjell si mesazh tek shikuesit është që ne kemi vaksina për të gjithë. Prandaj mos hezitoni dhe eja merrni vaksinën. Pse të smureni kot nga një virus i cili është goxha i rrezikshëm, edhe një njeri të shëndetshëm me imunitet të mirë mund të rrezojë nëse për një moment ai ka pasur situata shumë të komplikuar në jetë dhe në punë, edhe për një moment ka pasur probleme imunitet. Kështu që ne kemi pastaj një virus më pak në trupin tonë, sepse që në fillim kemi mbrojtje antitrupa kundër këtij virusi.
Apo është e vështirë me e dallu, doktor, shahet e një ftofje të zakonshme edhe të një gripe sezonal. Po flas jo nga ona juaj si profesionist shëndetësor sepse e bëni dallimin, po ne në përgjithësi apo ja shkalojmë, hajtë se kemi ftoje, mandej po bëhet diçka më e rëndë dhe më e komplikuar. Është goxha e vështirë, sepse simptomatologjia është e njëjtë. Mirë po, tek virusi i gripit, virusi influencës, kjo është më rënduar. Domethënë gjithçka është më e vështirë, pacienti duket shumë i smur. Pastaj, një virus i zakonshëm, përmend rinovirusët ose viruset e hundës janë të shumt, ata nuk pritet që shkaktojnë komplikime. Për shembull, nuk pritet që shkaktojnë pneumoni, inflamacion. Populli thotë infekcion i thellë i mushkërive, kështu që në qoftë se një virus pastaj është komplikuar me probleme të mushkërisë, atëherë megjithëse është virusi sezonal i gripit, i influencës. Prandaj këtu duhet që t'i kushtojmë rëndësi të veçantë vaksinimin ndaj këtij virusi. Pa dash të zgjoj ndonjë panik, sepse Covidin e dim që e kemi përmend sa dhe ka qenë një fazë shumë e vështirë për secilin, po dëgjoj prej rasteve të përditshme që po e bëjnë një ndërlidhje ishte Covid, nëse ka pas për shembull një grip të tillë sezonal, për shkak të vështirësive që i ka kalu, po e krahasojnë me atë. A ka të bëjë diçka ndonjë ndërlidhje e tillë simptoma e një gripi sezonal? Është e mundur, ne e kemi shumë të vështirë që ta diferencojmë nëse është virus i zakonshëm, nëse është virus i gripit sezonal ose nëse është virus i Covidit. Mirë po, disa dhe kanë bërtesën e ka rezultuar që ka qenë Covid. Mirë po, Covidi nuk e ka më atë, ne themi virulencën, nuk e ka atë fuqin për të shkaktuar probleme çfarë ka shkaktuar atëherë. Kjo ka lënë mbres tek njerëzit edhe pastaj gjithçka e lidhen me Covidin. Edhe kur rezultojnë që është negativ, po s'qen nga Covid. Mirë po, virusi influencës po aq i rrezikshëm sa që është edhe virusi i Covidit, sepse e ndron formën në vite, nuk është i njëjti, ne krijojmë imunitet. Mirë po, jo, krijojmë imunitet, po e vitin tjetër ndryshon formën. Kështu që çka ka bërë shkenca është që çdo vit ka prodhuar vaksina ndaj formave të veçanta të këtyre virusëve. Kështu që është rëndësishme që të vaksinohemi çdo vit. Personalisht vaksinohem çdo vit. Nëse flasim në përgjithësi për vaksinimin tek ne, e përmendet që sadopak janë vedisu, po flasim ndoshta për grup moshat më të mëdha. Tek gjeneratat e reja, a janë ata që i drejtohen vetë ÇKMF-ve ose vendeve më të afërta ku mund të marrin vaksina? Zakonisht sa i përket vaksinimit të fëmijëve është mbuluar goxha mirë, prindërit janë shumë të vëdësuar se shumë rëndësishme për shëndetin e tyre që të vaksinohen fëmijët. Ka raste të rralla, mirë po kjo është te kaluar kohëve të fundit, sidomos kur ka qenë fjala për virusin e fruthit. Kur është fjala për virusin e influencës, më shumë kemi të moshuar që kërkojnë, sepse ashtu është krijuar ndjenja që është virus i pleqërisë edhe më pak të rinj. Mirë po, ka dhe të rinj që vinë e marrin këtë vaksinë dhe inkurajoj që të rinj që të jenë të shëndetshëm, të mos smuren nga influenca. Në fund një thirrje drejtuar të gjitha grup moshave, doktor, sa i përket gripit sezonal, edhe kujdesit që mund ta kenë edhe vet, jo domosdoshmërisht ndoshta për një sinjal të vogël ta bëjmë shumë të madhe, po thjesht nga higjiena e këto besoj që mund t'i rrim gati. Si mesazh përfundimtar për shikuesit e Koha Vizion dhe si përfundimi i kësaj interviste, mënyra më e mirë është që të qëndrojmë të shëndetshëm. Edhe janë tri gjëra magjike që na mbajnë të shëndetshëm, është një dietë e balancuar, është aktiviteti fizik edhe kujdesi për shëndetin mendor. Mirë po, ajo thirrje për të rinjt edhe të reja që pak a shumë nuk vinë për të marrë virusin kundër influencës, sepse konsiderojnë që janë të shëndetshëm. Virusi i influencës mund ta rrëzojë çdo person, kështu që merrni këtë vaksinë. E kemi falas, edhe kemi një sasi të mjaftueshme në qendrat e mjekësisë familjare në Prishtinë. Faleminderit shumë doktor gjithmonë për kohën dhe ju uroj punë të mbarë, se di që keni vlog vazhdimisht. Faleminderit e ditë të mbarë. Faleminderit. Agnes, kemi biseduar bashkë me doktorin Rushit Ismaili që i diskutuam edhe detajet sa i përket gripit sezonal dhe më pëlqeu se i dha fokus më tepër domethënë vaksinimit nga të gjitha gjeneratat, sepse ka qenë e vërtet që thuajse edhe në intervistat që kemi zhvilluar kemi përmend më tepër kategorinë e moshës shtyer, kështu që le të vinë të gjithë ta marrin, meqense edhe kapacitetet janë të mjaftueshme siç e tha doktori sa i përket vaksinës. Nëse ju s'keni diçka për të pyet, linja për juve në studio.